E kemi thënë dhe stërthënë që fenomeni i momentit është fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion, Gjesti. Pasi rëmbejot çmimin për 100.000 eurosh nga spektakli, ai tani më është një nga personazhet më të komentuara në mediat roz. Por përveç Gjestit, edhe familja e tij u bë mjaft e komentuar, por sidomos nëna e tij me deklaratat e saj virale. Por së fundmi, ka qenë vetë motra e Gjestit, e cila ka ndarë disa pamje të nënës së saj. Dhe na duhet të themi se paraqitja e nënës së Gjestit i ka befasuar të gjithë në TikTok, duke marrë mjaft komente pozitive. Në foton e publikuar, vëmëres dhe motra e Gjestit ka një ngjashmëri të frikshme me nënën e saj. Na duhet të kujtojmë se Gjesti tani më ndodhet në koncerte anë mban botës, dhe që prej përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ai ka qenë mjaft i angazhuar si me projekte, po ashtu dhe me koncertet e tij. Na duhet të kujtojmë se lidhja me Egli Takon mbetet akoma unik për fancat, duke mos deklaruar asgjë në lidhje me ata të dy.